Trivika në mënyrë konvencionale përmes Facebookut e publikuar kandidaturën për president. Çfarë mund të na tregoni çfarë fushata do të zhvilloni dhe cilat do të jenë llojet e mediave që do t'i përdorni gjatë fushatës? Po siç e kam thënë edhe më herët, edhe vetë starti, edhe vetë anoncimi i kandidaturës sime presidenciale të pavarur u bë në mënyrë jo konvencionale dhe do mundohem që edhe tërë fushatën time të udhëheqë në mënyrë jo konvencionale, sepse unë edhe nuk i përkas asnjë establishmenti politik apo partijak. Si individ, si kandidat i pavarur, do i shfrytëzoj post mediumeve tradicionale edhe rrjetet sociale si një mjet, si një instrument gjithnjë më i fuqishëm dhe më efektiv gjatë fushatave presidenciale. Përveç Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa, keni mbështetje edhe nga partitë e tjera politike, shoqata të qytetarëve, individëve. Nga kush e prisni mbështetjen në ditën e zgjedhjeve? Deri tash nga parti politike jo, post Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët, ndërkësh nga shoqata, nga grupe qytetarësh, po vazhdimisht shtohen thirrjet për krahjet në shtabin tonë. Nga cili vend do ta filloni fushatën zgjedhore të Hanën? Kuptohet nga Shkupi, nga vendi im, dhe të Hanën fillojmë domethënë nga sheshi Skënderbej. Çka do të jetë në fokusin e programit tuaj zgjedhor, që t'i tërheqni qytetarët, duke pasur parasysh atë që qytetarët tani më 27 vite mbeten vetëm me premtime busha. Pikërisht kjo ishte edhe arsyeja pse kandidova si pavarur, sepse gati 3 dekada qytetarët janë shndruar vetëm në votues dhe në tatim pagues. Domethënë kush nuk i pyet qytetarët, post kanë 4 vite në procese elektorale, dhe kush nuk jep llogari dhënie ndaj qytetarëve se çka kanë premtuar përkasi çka nuk kanë premtuar. Me fjalë të tjera, qytetarëve vetëm ju kanë premtuar, por askush nuk i ka dëgjuar. Bile me zhvillimet e fundit në shtetin tonë, edhe nuk kemi se kujt domethënë do t'i drejtohen politikanët, sepse qytetarët janë gjithnjë në numër më të parë. Ju e dini se çereku i popullsisë e ka lshu vendin, tendencat janë edhe shumë më negative për lëshimin e vendit, kështu që nuk ka më edhe kush do t'i dëgjoj politikanët me premtimet e tyre tash 30 vite. Me profesionin e jurist, profesor, keni qenë gazetar, ambasador në Bruxelles. Si e vlerësoni perspektivën evropiane të vendit? Valla do të marrim datë për fillim të negociatave në qershor, duke pasur parasysh gjendjen aktuale rreth ligjit për prokurorinë speciale publike. Unë jam shumë i brengosur se ky, siç e quaj, aksham pazar politik rreth prokurisë speciale do të jetë një bumerang për rrugën euroatlantike të vendit tonë. Pse? Të gjithë ata që po përbetohen në sundimin e ligjit, në shtetin e së drejtës, sigurisht se ky pazar, kjo tregti politike që bëhet midis 2 liderëve fillimisht politik Maqedonas, dhe tani e zgjeruar edhe me parti tjera politike, nuk është mënyra për ardhmërinë e prokurisë speciale. Prokuria speciale u aprovu me një ligj i cili ishte shumë i qartë. Nuk di pse tash dikujt i pengon që kjo prokuri t'i përfundon gjitha lëndët bazuar në bombat si dëshmi. Është për të habitur se ka parti politike të cilat pikërisht kërkojnë që bombat të mos shfrytëzohen si dëshmi, por vetëm si indicie. Dhe me vetë faktin e asaj që po parashihet me ligj të shkrirjes së prokurisë speciale në kuadër të një prokurorie të përgjithshme normale, unë e shoh këtë si një dezavuim apo si një heshtje politike të prokurisë speciale. Fundja, po të funksiononte prokuroria e përgjithshme, normale, e rregull, deri në vitin 2016, pse pati nevojë të formohej prokuroria speciale? Po pikërisht se sistemi gjyqësor ka qenë i kapur, ka qenë i politizuar, plot 11 vite, u formu prokuroria speciale të ta zhbllokoj apo ta çliroj gjyqësorin e këtij shteti. Të përfundoj, konsideroj se nëse do të bëhet ndonjë eksperiment i tregtisë politike me statusin, mandatin, kompetencat dhe ardhmërinë e prokurisë speciale, nuk besoj se do të mund marrim datë për fillimin e negociatave për BE.
Ju e publikuat konceptin për një shtet, një republik për të gjithë. Kjo do të thotë se jeni për tejkalim të konceptit etnik dhe për shtet në të cilin nacionaliteti më nuk do të shfrytëzohet për revanshime politike. Si do të tejkaloni konceptin etnik gjatë fushat të suaj, me çfarë programi do të rrisni votat nga maqedonasit dhe nacionalitetet e tjera, duke pasur parasysh atë se për të gjithë e përbashkët është përmirësimi i standardit jetësor. Pikërisht kjo e fundit që e thatë pyetje, është ideja e programit tim, që qytetarët, të më thanë, ti bindi në arsyeshmërinë e konceptit tim bazuar në atë që ata e kërkojnë tash 3 dekada. Qytetarët janë lodhur prej nacionalizmit komercial. Qytetarët janë lodhur për patriotizmit tenderik. Askush për partive politike nuk qanë kokën, as për çështje kombëtare, as për nacionalizëm, as për patriotizëm. Shikoni për çka ata interesohen. Luftën për pushtet, ardhen në pushtet, ardhen në qeveri e shohin jo për realizimin e drejtave kombëtare, por për realizimin e llogarive të tyre personale. Po besoj që e keni pa gjitha mega skandalet korruptive dhe për çudi, pas gjitha atyre viteve, ne nuk kemi ende një epilog gjyqësor të një mega skandalit korruptiv, që të thotë, bëhet një riciklim i elitave politike shtetërore, bëhet një koeksistencë, një simbiozë edhe të kundërshtarëve politik për mbulimin e problemeve, e skandaleve, e aferave korruptive të mëparshme me të reja. Nuk po shoh se as kjo qeveri e re po bën ndryshim në luftimin e korrupsionit, të nepotizmit dhe të krimit të organizuar. Shpresoni se maqedonasit do t'ua japin votën e tyre në masë të madhe, siç ishte rasti në vitin 2009, kur Imer Selmani fitoi befasishëm me 150.000 vota në raundin e parë. Kushtimisht, a mundet që këto votat të maqedonasve t'ju sjellin në raundin e ardhshëm të votimit, do të thotë në raundin e dytë? Çdo gjë është e mundur. Ne në zgjedhjet e 2016 pam se afër 60.000 vota të shqiptarëve shku në konton e kryeministrit Zaev, sa ju paraqit me një program që u akceptu prej qytetarëve pa marrë parasysh përkatësinë etnike. Tash po garojmë me një koncept të qytetarëve, për një koncept për republikën, për një koncept për republikën për gjithë, pa diskriminim, pa ndarje etnike, dhe nuk shoh arsye pse edhe votuesit maqedon, bosnjak, turk, rom, serb e tjerë të japin votën jo për mua si Blerën Mreka si shqiptar, votën për konceptin tim, për platformën time, për republikën për gjithë. Sipas një sondazhi të LSDM-s, gjysma e shqiptarëve në raundin e parë votën do t'ua japin Pendarovskit, ndërsa gjysma tjetër thonë që votën do t'ua japin juve. Sipas disa informatave, rreth 80% e votuesve të BDI-s janë prononcuar se me siguri do ta votojnë për Pendarovskin. Si e komentoni këtë? Kjo mund të jetë një prej anketave, unë kam një anketë tjetër, në të cilën thuhet tekstualisht se 57% të BDI-s do të më votojnë mua. Prandaj nuk do t'i kisha krahasu se gjitha e marrë si anketa relative, varësisht nga kush porositen, varësisht nga kush përpunohen dhe varësisht se kush i paguan. Ne si shtab nuk kemi porosit asnjë anketë sepse si kandidat i pavarur jemi edhe me resurse jashtëzakonisht të limituara. Partitë e mëdha, kuptohet, kanë agjencitë e tyre, paguajnë dhe mundohen të ndikojnë në opinionin dhe në elektoratin, por unë do i merja vërtet si statistika shumë relative. A mendoni se institucioni president dohet të ketë më shumë kompetenca dhe se çfarë do të ndryshonit në lidhje me këto? Sigurisht se duhet ndryshuar ky sistem, sepse ky sistem 30 vjeçar i zgjedhjeve presidenciale është bllokues në vetvete. Ashtu është i projektuar që shqiptarët vështirë mund të bënë vetëm me votat e tyre president. Po ama edhe kandidatët maqedonë çdo herë në raundin e dytë janë zgjedhur nga votat e shqiptarëve. Dhe nga kjo unë konsideroj se ose duhet bënë dy ndryshime apo dy zgjidhje. Ose duhet ndryshuar kushtetuta dhe presidenti jashtëm të zgjidhet nga kuvendi me 2/3 e votave, nëse nuk ja ndrojmë kompetencat kushtetuese, çfarë ka? Kompetencat kushtetuese i ka tejet e limituara. Ka politikën e jashtme, mbrojtjen dhe sigurinë. Ose nëse duam që ta mbajmë sistemin presidencial të zgjedhjeve nga populli, atëherë duhet jashtëzakonisht të rrisim kompetencat kushtetuese të presidentit, sepse është jo logjike, është absurde që një kryeministër të mund të zgjidhet kryetar qeverie me kompetenca 10 fish më të mëdha se presidenti,
me 200-300.000 vota. Ndërka që një president, për cilin duhet një cenzus, e duhet pastaj edhe 500-600.000 vota, të ketë kompetenca të reduktuara në krahasim me kryeministrin. Ndoshta një zgjidhje tretë do të mund të ishte zgjedhja e nënkryetarit të shtetit, dhe ai të zgjidhej çdo herë nga kandidati i dytë që nuk i përket shumicës maqedone, tash domethënë mund të jetë shqiptar, mund të jetë bosnjak, Roma e tjera, si një ekuilibër, si një check and balance midis, domethënë, pushteteve. Ndryshe, nëse kjo vazhdon, kjo do të ricikloj sërish, jo vetëm një paradoks në përplasjen e kompetencave midis degëve të pushtetit, por frigohem se do t'i ushqen ato që ne e kemi tash 30 vite, pazaret politike, pazaret e votave në rrethin e dytë. Prisni diskreditime personale nga oponentët tuaj politik, gjatë fushatës dhe çfarë i porosisni kundër kandidatëve tuaj? Unë se di për kandidatë të tjerë, po ne, edhe unë vetë si kandidat, edhe shtabi im, deri tash jemi përmbajtur shumë, jo vetëm ligjit, po edhe kodit etik ndaj kundër kandidatëve, nuk kemi shfrytzuar asnjë kampanjë, asnjë luftë hibride, as me fake news, as me lajme të rreshme, dhe do t'i përmbahemi deri në fund këtij koncepti. Po ka pas, jo vetëm po e shoh jo vetëm midis dy kundër kandidatë, po edhe ndaj meje ka pas tentativa, përpjekje që me lajme të rreshme, me fake news, me një luftë speciale për personalitetin tim, familjen tim, prjartën e tjera, ta hutojnë votuesin, por po shifet që edhe autorët e kësaj lufte speciale gradualisht po e kuptojnë që votuesit, opinionet dhe qytetarët e dinë se kush jam, dhe domethënë nuk mund të krijojnë apo të trijellojnë storje hibride për mua dhe personalitetin tim. Faleminderit juve.